nuk është mirë asnjë ilaç. Çfarë do të qoftë ai. Nëse nuk ke ndonjë rekomandim nga mjeku ose nëse nuk ke ndonjë faktor rreziku për sëmundje të zemrës. Marr aspirinë nga mosha 40 vjeçare vetëm se hajt ta marr, nuk është normale, sepse edhe aspirina pak a shumë i ka edhe ato efektet e veta anësore. Nuk ka ilaç sot në market ose në qarkullim në botë që nuk e ka ndonjë efekt negativ, po u marr me kohë të gjatë. Kështu që nuk është. Nëse ekziston një predispozite familjare, për shembull, për sëmundje të zemrës, ose për yndyrna, ose për diabet, ose për ato, janë disa faktorë të rrezikut që mund të ushajt se një aspirinë ndoshta ndihmon. Ose kur bën analiza dhe ke ndonjë indicie të vogël që mund të kesh probleme, atë mund të rekomandohet aspirinë. Po vetëm ta marr se më kryen punë nuk është e rekomandueshme.